Speranca TV Paraqet. Përshëndetje të gjithëve. Jam një djalë 30 vjeç dhe këtë histori e kam mbajtur gjatë brenda vetes. Nuk ja kam treguar askujt. Jo se s'kam pasur kujt, por sepse disa gjëra janë të vështira për t'u thënë me zë dhe e kisha të vështirë t'i tregoja se kam palavitur kunatën. Sot vendosa ta tregoj këtu, pas bukurime, ashtu si që ka ndodhur, që ta heq një herë mirë nga mendja ime. Unë kam një vëlla më të madh se unë, me rreth 5 vite diferencë. Gjithmonë kemi qenë të lidhur, edhe pse jemi shumë të ndryshem në karakter. Ai është më serioz, më i mbyllur, ndërsa unë jam më i lirë dhe më shoqëror. Kur ai u martua, u gëzova shumë për të. Nusja ati ishte një vajzë e qetë, e edukuar dhe fliste pak shumë. Në fillim, për mua ishte thjesht gruaja e vëllaut tim, e asgjë më tepër. Jetonim të gjithë në një shtëpi, sepse kështu e kishim më të lehtë për punët dhe për shpenzimet e shtëpisë. Ditët kalonin normalisht, secili kishte punët e veta. Unë punoja pas dite, ndërsa vëllau punonte në mëngjes, ndërsa kunata ishte më shpesh në shtëpi, por edhe ajo punonte me orar të shkurtuar. Takoheshim kryesisht në darkë, hanim bashk dhe secili pastaj shkonte në dhomat e veta. Gjithçka ishte normale derisa filluan ato momentet e vogla, që në fillim as nuk mund t'i vesh edhe re. Çajat në mëngjes, kur zgjoheshim me herët, dhe bisedat që bënim në kuzhinë ishin mjaft të shkurtra dhe çdo gjë ishte kalimtare. Nganjëherë kishte vetëm ndonjë shaka të thjeshtë, por jo diçka për t'u vënë re. Kunata kishte një mënyrë të foluri mjaft të qetë, edhe pse fliste ndonjëherë shumë dhe e tepronte, por ajo ishte e vëmendshme, nuk fliste për qartë. Nuk ndërhynte në bisedat tona që kishim ndonjëherë me vëllaun, e as nuk na tregonte se çfarë të bënim e kush kishte të drejtë, edhe kur kishim ndonjëherë debate të vogla. Një ditë vëllau im u desh të largohej për disa javë për një punë që puna e dërgoi jashtë shtetit. Shtëpia tashmë u bë më e heshtur, sepse unë me te gjatë gjithë kohës bisedonim. Unë dhe kunata mbetëm vetëm në përditshmërinë tonë. Pa e kuptuar, filluam të kalonim me shumë kohë bashk. Nuk kishim gati avenim, sepse pasi përfundonim punën dhe ato të profesionit ton, pastaj u mbyllim në shtëpi, se s'kishim çfarë të bënim. Jo sepse e kërkonim, por sepse ishte e natyrshme. Filluam të hanim drek në të njëjtën orë. Filluam që të shikonim ndonjë emision në televizor së bashku. E flisnim për gjërat më të zakonshme. Ajo më tregonte se si kalonte në punën e saj. Më tregonte edhe për familjen e saj, pasi që unë nuk i njihja edhe aq mirë. Kunata filloi të më thoshte edhe për gjërat që i mungonin, ndërsa unë i tregoja për planet e mia dhe për gjërat që nuk po me ecnin. I tregoja që tashmë doja që të fejohesha,
por nuk po mund të gjeja personin e duhur. Por kishte diçka të çuditshme në ato bisedat tona. Kishte një ndjenjë të mirë që nuk e ndjeja me njerëz të tjerë, e nuk e ndjeja as me vëllaun tim. Kisha lirin që të flisja me kunaten, për vajzat që më pëlqenin, që këtë liri nuk e kisha me vëllaun tim. Një mbrëmje në shtëpi u ndalën dritat. Ishte errësirë dhe po prisnim që të vinin përsëri. Kunata ndezi ca qirinj dhe qeshi duke thënë se tashmë shtëpia po i dukej si në filmat e vjetër. U ulëm në divan dhe filluam të flisnim më lirshëm se zakonisht. Nga që vëllau nuk ishte, po flisnim pa ndërhyrje për rreth, po flisnim dhe pa nxitim. Ishte hera e parë që atë natë pash më ndryshe, jo si kunat, por si një grua që kishte shumë për të thënë. Kur vëllau u kthye, gjithçka ndryshoi. Unë nuk mund të flisja as lirshëm me kunatën, siç po flisja kur ai nuk ishte aty, dhe u bëra me i heshtur. Por edhe kunata gjithashtu, dhe kishte një lloj tensioni që nuk kishte qenë aty kurse kisha pasur vëllaun në shtëpi. Nuk ndodhi ndonjë gjë konkrete, por ndjenja ishte aty dhe me mungonin ato bisedat e gjata që kisha bërë ato ditë. Dhe kjo ishte pjesa më e vështirë. Pas disa muajsh, vëllau im filloi të kishte ca mosmarrveshje në martesë. Filluan të mos flisnin shumë dhe kishte debatet e vogla, por të shpeshta, dhe po i mbizotronte një heshtje ata të dy. Unë isha në mes, duke i parë të dy, pa ditur se çfarë të bëja. Kunata shpesh me fliste kur vëllau nuk ishte, jo për t'u ankuar, por për të kuptuar ajo veten e saj më mirë. Një natë më tha që ndonjëherë ajo ndihej vetëm, edhe pse të gjithë ishim aty. Dhe kjo gjë nuk më erdhi mirë, më dhimbsej, sepse ajo ishte shumë e drejtë dhe e edukuar. Këto biseda dhe situata u bën më të shpeshta. Filluam që të shëtisnim rastësisht. Unë dilja që të bëja një xhiro dhe rastësisht takoja dhe kunaten duke bërë të njëjtën gjë dhe vazhdonim rrugën së bashku. Ndonjëherë dilim në balkon që të bisedonim. E nga njëherë filluam që të dilnim tek lokali i lagjes që të pinim ndonjë çaj. Çdo gjë ndodhte rastësisht. Apo kështu donim që të thonim ne. Por asgjë nuk e kalon të kufirin, por tashmë kufiri po bëhej gjithmonë e më i paqartë. Nuk dija se kur të ndalesha duke folur dhe çfarë isha duke folur. Dita gjithçka u kthye përmbys ishte kur vëllau im u largua përsëri për disa ditë. Pikërisht atë mbrëmje po binte shi dhe dritaret ishin të hapura. Kunata u ngrit të mbyllte njëren dhe më kërkoi që edhe unë t'i ndihmoja. Qëndruam pranë njëri tjetrit me gjatë se zakonisht tek njëra dritare që nuk po mbyllej. Dhe po shikoheshim në sy, duke mos folur për disa sekonda. Kunata më pa dhe më tha: "Duhet ta ndalim këtë." Unë e pyeta se çfarë. Kunata më tha: "Duhet ta ndalim këtë gjë që po bëjmë, sepse nuk e di se çfarë do të ndodhë më vonë." Dhe pikërisht aty e kuptova që gjithçka kishte shkuar më larg se sa mendonim që të dy.
Ditët që pasuan nuk ishin të lehta. Kishte heshtje, kishte shmangje nga ana saj dhe pak tension, por e dija që ndjenjat nuk u zhduken. Kur vëllau u kthye, gjërat u përkeqësuan. Ata vendosen të ndaheshin për pak kohë. Ajo u largua për tek shtëpia e saj, dhe unë mbeta me një boshllek që nuk dija si ta mbushja pa të. Kaluan disa muaj pa e parë. S'me dërgoj asnjë mesazh dhe asnjë telefonat nuk po me vinte. Derisa një ditë që më shkroi: "A mund të flasim?" U takuam në një vend mjaft të largët, pa shumë njerëz që të na njihnin. Folëm gjatë derisa u lodhem dhe vendosem që atë ditë mos të shkonim në shtëpi. Ajo që kisha dashur prej kohesh, po ndodhte dhe tashmë, edhe pse akoma s'me besohej, por ajo filloi t'i hiqte. Dhe menjëherë shkova pranë saj. Kur i hoqa unë, shikova rroshkën time që s'po i pritej, dhe fillova të, nëse doni të ndëgjoni historitë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.